Sot ne festojmë dy festa të mëdha. Është rrethpredhja e Zotit tonë Isu Krisht dhe për kujtimi e një nga peshkopëve më të shquar të kishës ortodokse, Shën Vasili të Madh. Gjithashtu kemi dhe fillimin e vitit të ri. Viti i ri nuk është një fest fetare, por çdo gjë që është njerëzore është dhe fetare. Madje Perëndia për këtë erdhi, që për të prekur çdo lloj hapësire profane e për ta shenjtëruar atë gjë. Prandaj dhe kisha në urtësinë e saj i shenjtëron gjërat. Çdo gjë që preket nga Zoti kthehet në një gjë të shenjtëruar. Dhe sot në fillimin e një viti të ri, që është vit civil, jo kalendarit fetar, po përsëri është një nxitje për ne për një rifillim të ri. Së pari, le të mendojmë përse ne urojmë në çdo 1 janar të gjithë njerëzit një jetë lumtur, gëzuar dhe përsëritet vit mas viti, po kjo gjë. Padyshim që njerëzit kuptojnë që diçka mungon tek ta. Dhe gjithë ne mungon. Dhe gjithë duan lumturinë e megjithatë nuk e arrijnë. Njerëzit për të arritur këtë gjë bëjnë gjëra të ndryshme. Dikush përpiqet të bëhet i famshëm, dikush të mbledhë pasuri sa më shumë, e megjithatë në fund fare nuk e gjen lumturinë. Shikoni Solomonin, ishte mbreti më i pasur i lindjes. Pasuritë e tij ishin pafund, verat më të mira, shërbëtor, gjithçka që donte e kishte. E megjithatë në librin e tij që ka shkruar, thot kotësi e kotësive e gjitha është kotësi. Sepse ato gjëra nuk mund ta mbushin shpirtin e njeriu. Me të drejtë që Agustini thonte që o Zot, na ke krijuar sipas ikonës tënde, e ne nuk mund gjejmë preje nëse nuk pushojmë tek ty. Sepse njeriu nuk mund të ngopet me lugë të zbrazur. Dhe gjithë të gjërat e tjera të jashtme janë lugë të zbrazura, nuk e ngopin dot shpirtin e njeriu. Ajo që e ngop shpirtin e njeriu është një jetë e thellë shpirtërore. Prandaj le të mundohemi ta fillojmë dhe këtë vit të ri me një jetë shpirtërore, sepse pa jetën shpirtërore, jeta e njeriu fillon edhe thahet. Ja shikoni sot në gjithë botën, jeta është tharë. Njerëzit janë dëshpëruar, edhe kur janë të pasur, sepse mungon ajo që është më kryesorja, ushqimi shpirtëror. Kisha përpiqet na kujtoj vazhdimisht ne sa e rëndësishëm është ushqimi shpirtëror. Padyshim ne ishim krijuar si qenie për të qenë gjithmonë të lumur, sepse Zoti është gjithmonë i lumur. E çdo shenjë që kungohet me Perëndinë e gjallë nuk është i dëshpëruar. Proverbi i vjetër i krishterë kështu thonte, nuk ka shenjë të trishtuar. Trishtimi na vjen pikërisht nga kjo gjë, se e largu nga burimi i jetës. E thirrja e Zotit nëpërmjet kishës është pikërisht për ta nxitur ne që t'i afrohemi këtij burimit të jetës, për të pasur një jetë të thellë. Fjalët e Ungjillit janë burimi i jetës. Ju kujtoj vazhdimisht episodin kur Krishti u dha nxënësve një mësim shumë të rëndë për ta, e disa prej tyre u larguan. E Zoti ju drejtua dhe rrethit të tij më të ngushtë dhe i thotë, doni të ikni dhe ju ikni. E Shën Pjetri përgjigjet, ku të shkojmë o Zot? Ti ke fjalë jete. Fjalët e tjera ndoshta mund të jenë fjalë të mira, s'mund të jenë të këqija, po përsëri vetëm fjalët e Zotit janë fjalë jete. Prandaj edhe në këtë fillim viti, le të përpiqemi që të bëjmë një rregutim me fjalët e jetës, me fjalët e Ungjillit. Ato i japin shpirtit gëzim dhe i japin dritë. Lumturia është diçka që e kërkojnë gjithë njerëzit. Njerëzit janë përpjekur vazhdimisht të arrijnë lumturi. Ideologjitë e fundit që patën në gjithë botën për të krijuar një rend shoqëror të drejtë me barazi, për të krijuar parajsën tokë, po pa Zotin, dështojnë. Dhe jo vetëm që dështojnë, po në vend të parajsës sjellin ferrin, sepse nuk mund të ketë gëzim ku Zoti nuk është i pranishëm. Atje ku është e keqja nuk ka gëzim. Prandaj profeti Isaia thotë, nuk ka gëzim për të paudhët, sepse çdo gjë që është e keqe nuk sjell dot gëzim. Gëzim sjell vetëm prania e Zotit. Prandaj le të përpiqemi për të studiuar më tepër Ungjillin e për të medituar rreth fjalëve të tyre. Edhe nuk mjafton dhe kjo gjë, po duhet ta praktikojmë në jetën tonë të përditshme. Nëse bëjmë një fillim të mirë të kësaj gjëje, të parët që do kemi gëzimin do jemi ne. E njeri që ka gëzim e përhap gëzimin dhe të tjerët. Ashtu që njeri trishtuar përhap trishtimin dhe të këtë tjerët, sepse ne jemi qenie komunitare, prekemi dhe ndikohemi nga njëri tjetri. Prandaj dhe kisha
ka këtë kujdes shumë të madh për të na kujtuar vazhdimisht ne. Në këtë ditë vitit të ri, si përshkopi juaj do i thonja disa fjalë grupeve të ndryshme. Do doja t'i thonja gjithë atyre që janë smur, janë të varfër, në vetmi, mos dëshpërohen. Zoti erdhi si një i varfër, lindi në Grazhd, nuk pati një vend as ku të linde, as dhe ku të varrohej se s'kishte varr. Dhe Zoti ka një dashuri të jashtëzakonshme për ata që janë nevojë. Atje ku është njerëzit që janë nevojë, aty është i pranishëm dhe Zotit, ndoshta ne e shohim ose nuk e shohim. Ai identifikon veten me njerëzit që janë nevojë. Isha i uritur dhe më dha të ha. Isha i zhveshur dhe më veshët. Isha në burg dhe spital erdhët më pat. Dhe kur njerëzit do i thonë, Zot, thot, kur të pam ty dhe ti bëm ose s'ti bëm këto? Ai tha, të gjithë atyre që ja keni bërë, ose s'ja keni bërë, i keni bërë për mua. Duke identifikuar veten pikërisht me të varfrit, kjo gjë mund të na japë një ngushëllim shumë të madh, sepse Zoti është gjithmonë pranë vuajtje së njeriu. E do doja t'i thonja fëmijëve, që ndoshta janë i moshë të re tani, por le të mundohen që ta lexojnë Ungjillin vazhdimisht, sepse në moshën e njëjtë zëvend akoma më thellë kjo gjë. Sa më e freskët dhe pastër të jetë shpirti i njeriu, aq më lehtë mund të mbi fara e Ungjillit, e fjalëve të Ungjillit. E do doja t'i thonja të rive, janë një moshë shumë të rëndësishme për të vendosur për jetën e tyre. Një gabim i madh mund t'i shkatërrojë jetën e tyre. Historia na tregon se si disa gabime që kanë bërë rini kanë shkatëruar jetën e tyre deri në fund. Prandaj le ta ruajnë atë pastërti që i ka dhënë Perëndia, edhe le ta shtojnë, e ta kultivojnë, sepse ata do kenë gëzim e do gjeni një qëllim në jetë. Do doja t'i thonja atyre që Perëndia i ka bërë të pasur dhe i ka dhënë diçka. Le të falenderojnë Perëndin së pari për këtë gjë. E le të mendojnë që pasuria nuk është e tyre vetëm. I Zotit është dheu dhe gjithçka që ndodhet në të, thot psalmisti. Gjë që do thotë që pasuria është e Zotit. E nëse na jep neve një pjesë, ne duhet jemi kujdestarë të asaj pasurie, jo vetëm për veten tonë, po ta bashkëndajmë edhe me të tjerët. E do doja t'i thonjë edhe familjarëve. Mos ta humbin dashurinë e parë që kanë pasur me njëri tjetrin. Le të jetë familja një vend i ngrohtë, le të jetë një vend ku ka paqe, sepse ajo do rrezatojë një gëzim jo vetëm tek ju, po dhe tek fëmijët. Fëmijët që do rriten në familje që ka sherrë, grindje, do mbeten të plagosur për gjithë jetën. Prandaj familja thohet që është e shenjtë, po shenjtëria qëndron ku ne zbatojmë fjalët e Ungjillit, që do thotë kemi fuqinë për të falur njëri tjetrin. Sepse nëse nuk falni njëri tjetrin, nuk mbahet asgjë, as familja, as martesa, as miqësia. Në një vend ku ka sherrë, grindje dhe inate, nuk do ketë asnjëherë paqe dhe as gëzim. Do i thonjë atyre që janë të moshuar. Padyshim që jeta e njeriut është një udhtim. Dal nga dalë të gjithë ne i afrohemi fundit të udhtimit. Le të përgatitemi edhe për fundin e udhtimit për takuar Perëndin. Vitet që na kanë mbetur gjithë secilit nga ne, le të shfrytëzojmë për t'u afruar Zotit, sepse një ditë nga kjo botë do largohemi. Ja për hatër të jetoj dikush 100, më shumë nuk do jetoj. Dhe rëndësishme është çfarë do thotë Zoti në fund të udhëtimit tonë. Nëse Zoti na aprovon në jetën tonë, kemi fituar gjithçka. Edhe sikur të kemi humbasur gjithë thënët e botë, dhe kundërta, nëse Zoti na dënon, sikur gjithë botën kemi fituar. Njerëzit më të pasur në botë jemi bërë më të famshëm, përsëri kemi humbur. Prandaj fillimi i këtij viti le të jetë për gjithë secilin nga një thirrje për të ecur me fjalët e Zotit edhe për të përgatitur për të takuar me Perëndin. Në këtë ditë do doja t'ju uroj të gjithëve ju një vit të mbarë të bekuar dhe gëzuar dhe për shumë vjet.